Mediana. Grazie, me të prit në studio. Falenderit për kohën. Falenderit edhe juve për këtë. Hajde, reatojme. Ky është vendi për ju. Edhe njëherë, falenderit shumë që jetë sot në mua këto, para publikut, para shikuesve, në një datë e një muaj i cili gjithmonë bojtirje këtë, tashmë edhe në transmitimet të drejt për drejta, kur flasë për tema tila që nuk duhet të jetë veç një muaj brenda vitit, por një thirrje që kujdesi ynë ndaj shëndetit tonë të jetë i përtetshëm. Sot, me siguri kjo ditë ka gjetë me aktivitete të ndryshme. Ku ishit sot? Cila ishte rutina jote sot? Falenderit edhe juve për ftesën edhe për këtë angazhim që boni se për neve një buzëqeshje çdo kujt është e mjaftueshme. Lene më që na respektojnë edhe na nderojnë. Sot po, filloi një tetori roz e dim, edhe Qendra Mjekësisë Familjare në Prizren kanë organizuar ecjen zbashku me neve, me shoqatën tonë, me mjekët, me stafin e tyre, me të gjithë, ka qenë një ecje shumë e mirë. Prej Qendrës Mjekësisë Familjare deri te Lidhja Prizrenit, e Lidhja Prizrenit e kishin organizuar një me muzike, me të gjitha fjalime, një përkrahje të madhe na kanë dhënë. Dhe që është shumë e nevojshme. Shumë është e vlefshme për neve, shumë do me thonë për neve ajo. Ku zën vend ky takimi mes grave, sidomos në periudat të tilla të vitit, me njëra tjetrën, ato që shkëmbejnë eksperiencë, ato që japin forsin atjetrës, të cilat kanë kaluar ose po kalojnë në po të njëjtën fazë. Kjo zën vend shumë të madh, për atë ka qenë edhe ideja e formimit shoqatës tonë, se na që e kemi kalu, jemi disa shoqe, e kemi kalu fazën. Për shembull, unë jam që 6 vite, tjerat ka. Mirë po ka edhe tjera shumë që treja. Fatkeqësisht, kjo vetëm po lajmërohet që djena erdhën 3 treja, sot një tjetër, në shoqat po mendoj tasi. Edhe shumë do me thonë se është që na, me përvojën tonë që e kemi kalu vetë, e kemi kalu këtë sfidë, edhe mundohemi t'i ndihmojmë edhe t'i tregojmë që nuk është kur gjo kanceri. Nuk është si përpara, vetë edhe kur kemi një që kancere ka njona dhe me njëherë kemi marat shprejjat, pas ka me vdek. Nuk duhet. Në kohën e sotit nuk duhet me marë, duhet me ditë që kanceri është shërus, për çdo ditë përparojnë mjekimet, teknikat, nuk duhet me marë, sidomos kancerin e gjirit, ma merë mendja që nëse zbulohet fazën e hershme, nëse trajtohet që është duhet, po edhe vullneti duhet. Edhe duhet me qenë e fort ajo që e pranon. Nuk duhet me pranu që mu pse mra kjo edhe mo është katastrofë. Duhet me luftu. Se ka shërim, ka edhe nuk është vdekje. Ka edhe jetë. Edhe me kancer, ka jetë. Dhe se gjithë këto fjalë që po thoni, inkurajojnë shumë njerëz që po na shohin tani dhe ju veç përmendet se edhe tani sfundmi ditëve të fundit keni pranuar edhe raste të reja të grave që vinë në shoqatën e juaj. Cilat janë ato fjalët e para, ta themi, që ju në takimin me këto gratë, ju personalisht i thoni atyre? Dhe a gjendeni në pozicion të vështirë? Pak është e vështirë se e dim sfidën çka i pret. E dim çka kemi kaluna. Mirë po na mundohemi para atyne, une personalisht jam fjalët e para, mos u mërzit, nuk është kur gjo kjo. Se dikush i thot smundje e keqe, po ku ka smundje të mirë në të më tregojnë? Çdo smundje është e keqe, smundje faktikisht. Prandaj une kancerin nuk e kisha quajt kancerin, sidomos kancerin e gjinit, smundje e keqe si përpara. Smundje si gjithë tjera, që duhet me u mjeku, duhet. Ato treja ti marrim, i thojmë, mos u brengos, nuk është kur gjo, na i kemi kalu, që këshyre nasa jemi të forta, dalim pim kafe, shetisim, shkojmë një vikend dikund, shkojmë për në drek dikund, mundohemi që edhe atyne me jodona të shpresen, se ajo është mas shumë ti që i ndihmon, që i bëjnë të forta, që me luftu. A keni përjetu raste kur ndonjë zonje, pavarësisht përkrahjes edhe mbështetjes juaj përmes fjalëve, përmes pasqyrimit të etapave se çka e pret, në për çka keni kalu edhe ju vetë, kanë qenë të pasuksesshme për me i kthy forcën edhe besimin në vete? Po, fatkeqësisht kemi. Ajo mvaret edhe prej njeriu, çfarë tip njeriu është, edhe qysh e pranon. Dikush është që veç kuku. Edhe shumë ma vështire kanë që me përbalu këto me asi.
Me ato duhet pak ma shumë me luftu, e marim pak me humor, e marim pak për me hek stresin, mos e merrni se nuk bërë. Jo vetëm unë, edhe shoqe tjera, dhe krejtë zbashku, mundohemi me hek atë stresin, po ka. Ka, se mbaret prej njeriut. Qysh e merë edhe qëfar tipi është vetë. Ju personalisht, kush e ka lujt këtë rol në kohën kur ju po mjekueshit? Unë kur e kom zbulu ka qenë krejt rasisht me mamografi, që e kom bërë rutin. Edhe unë e kom prit lindjen e parë të nipit më bo herën e parë gjyshet dhe më bo. Edhe kanë qenë ato planifikimet që qysh kom e bo unë për nipi që po më lindë. Që nuk kom e shku në punë para dite, kom e shku veç mas dite se kom e la nipin, kom e prit misafir të send. Mu më ka ndodhë që nipin po më lindë të hanën, unë të mërkurën, e heki gjinin që është operacioni 2 që është me del, me terapi, me sen. E aj ka qenë një apaurin për gjithë neve. Ka qenë masi edhe familja, shumë vajzat, djemë, nusja, gjithë më kanë dimu. Mos flasim për burin, ata i kanë pas përkrahja shumë të madhe, edhe pse unë jo mundu që ata mos mi stresu. Se nusja ka lindë, vajzën e vogël e kom pas 7 zane, edhe frigosh edhe për ato mos të bohët diqka, i të shamam, nëse ty të ndodhë diqka, atëherë unë s'munde me luftu këtë smuje. Po, shqyqër zotit mirë, kanë lindë nipat, ta shkom edhe mbesa, edhe gjatë. Po e shion kohën si gjyshe, më vjen shumë mirë për këta. Dhe në të njëjtën kohë dua që, normalisht me dakordimin tua, ashtu si që kemi diskutu edhe paraprakisht, ta flas pak të periudhën kur e keni marrë vesh, kur jeni diagnostikuar edhe etapat në për cilat keni kalu, me të vetmin qëllim për t'i tregu edhe t'i dhanë forcë dikuj që mbase po na shet tani. Se jo të gjithë nështë e kanë guximin edhe që t'vine, të bëhen pjesë e shoqatës, ose ju mungon pikërisht ky vullneti. Ta që e keni kuptu përmes një kontrole rutinore që keni po. Edhe pse me mamografia ty me njerë, ai profesori e vrejti që tha duhet një eho, duhet ajo kjo, prapisht ajo shpresa, hajde se del mirë, Hera parë ka qenë që i kanë marrë mostra, edhe kemi qenë krejtë në shpi, kemi pritë që rezultati që është do del. Qëfar mendime kishem? Qëfar mendime kishem? Mendime kishim deri në minutin e fundit që mirë ka me dalë, sepse unë e isha shëndosh. Nuk pa të asgjë. Edhe të mitë krejtë, mamë ti e fort, mami e fort, edhe krejtë ishim në salon, veç për një moment kur i lajmërun se thira to thirë këto qysha si, edhe kur e vuri telefonin, edhe vetëm, është faza e para, edhe që shken gjithë fëmijët në kam veç nisën me u largu. Ajo ishtë për një bombë e madha, si për mirë po të i këqyrë që dash vajza 7 zane, ta 3 krejtë edhe krejtë më shiqojshin mu, atëherë u bona e forte edhe i thash, a kështu po dani me më ndihmua? Kjo ka ndodhë. Thash jeni ata gjithë mjekë. Thash ju duhet, e dini që duhet me luftu, unë nuk e kam dërmend, thash me vdek. As nuk du me u smu, me një vetën të smut, po veç du ju me u bot fort, me më ndihmu edhe me përbalu këtë. Edhe pse ka qenë shumë e pështirë, po e mora atë forcën, kur e pash vajza që është të zane, frigohesha, asaj mu s'ti ndodhë në isend. Edhe nusja sa ka lindë, edhe u dasht me u bo ma e fort prej krejtve, E ke reflektu këta dhe për mes fjallëve që u ke thonë familjarve, po në momentet kur ke qenë vetëm, edhe në mendimet e tua, është e pashmangshme kjo. Ju me vetën është më i sinqirë. Ajo me vetën është kur gjithë binin në gjumë, edhe shisha që o jënë qetësu, jënë krejtë, edhe burë edhe krejtë, dhe një pjaf, balkonën e kom pas një karik, edhe aty dilësha në karik, është interesant bleron, kur nuk e kom pa jetën atë qelin me ato yje që gjithë bukra. Kur deri në atë minut nuk e kisha vrejt. Edhe thojsha me vetë, o zotë, pse nuk i kom pa këto? Gjithë mas punëve, mas asy, aty risha me atë plaf, aty ka pas edhe najlot ka dalë, kanë shku mendimet gjithë kundë, krejt, deri sa mirë jom qëtësu, mandi kom rakom fjeta dhe... Të tjerët e venin rej që ti po qohesh natën e po delë po ato, jo? Jo. Ato jo mundu që mos me pa, mos e mjaft kanë pa. Sidomos vajza e madhe, ajo një vit ka qenë me mu, me rezatime, me kimioterapi, me gjdo analiz, me gjdo send, se këta që jo shtatzane, jo me lindme,
asaj ka ra ma shumë me u përkushtu me mu. Mande mas i kom kry kimioterapit ka qenë faza e Covidit. Rezatimet kur kom fillu faza Covidit, jo me marrë leje në komun, jo me marrë në polici, jo hymje dalje në Prishtinë, Prizren, me të ndalë policia, me të gjitha jo u marrë ato shkruja, atje shkruj knejkte, po kanë përfundu mirë. Trajtimin e ke përfunduar gjithi në Kosovë, shpesher dëgjojmë, kam pasur edhe unë në zonja këtu, që janë nga dy përvojat, disa për trajtime të jetë të mira dhe kushte të mira, disa jo edhe ashtë të knaqshme. Si ka qenë përvoja? Jo, për mu ka qenë shumë mirë, unë i kom krye edhe operacionet në Prishtinë. Edhe jom shumë falenderuse si prej kirurgut, si ajo reparti i këtyne torakalet, ato motrat, ato ishin shumë të sjellshme. Që vinë për çdo minutë që një injekcionës të japin, të thojnë, atë dhimti, a më falë, a më bon, a diçka me të këqyrë. Shumë, fenomenal. Doktori ka qenë Agron Poniku, në Prizren Hatim Bagjaku, se njëherë ka qenë që e kanë marrë mostran, ju falenderona të dyve, e kanë kry një punë të jashtëzakonshme. Pastaj kanë fillu kimioterapit, edhe të kimioterapia, repartet kimioterapis, unë e kom qenë salën numër 2 e majment, aty kanë qenë fenomenal. Si me të shpumje, si me të shiku. Pak nëse djersitesh ose diçka vikja, po të mundon diçka, po duhet diçka, fenomenal, fenomenal. Ka qenë pak të rezatimi, ka qenë aparati i keq, unë e kur kom qenë atëherë, shpesh prishej, 2 ditë, 3 ditë ndodhë keq, jo prish, duhet 2 orë me prit 3 orë. A në kimioterapi, edhe në repartin e torakalve, unë e kom kalu fenomenal. Unë e kom kry në Kosovë, atëherë, krejt. Edhe shumë mirë ka shku. Në qenë se përmende ka qenë edhe periudhë e Covidit, a ke gjithë gjithmonë mirë kuptim prej institucioneve, përmende lëvizjat jo me marrë leje, për me shku me u trajtu, duke cikur janë procese që veç e komplikojnë situatën. Po, se nuk kanë ditë, ajo ka qenë gjithë kundë që e ka zonë për pasi, për shembull një ditë jemi këthy, djali i vogël, i kishte 18 vjetë, po a i ri, edhe në hymje të Prizrenit, policia në nalë. Edhe na për i japim atë letrën prej QKUK-s që e kemi. Tash nuk e dishin, qka është kjo, qka keni dalë. Unë në vërtet me një sheshir se kur nuk kom qitë perik. Edhe më thëshin thmit mamë, kur po të shojnë me sheshir, kretë po në nalin. Pak ma. Edhe filloj me pyet djalin, për thot, ku e kon, e vetura, ku i tosh, zi qka, mendoj kjo që është i ri, a ka leje, se? E pash edhe kjo, a i për vjen keq, me thonë që mami është me kancer, është në rezatim. E pas që po shtrëngohen, po dojnë me qitë jashtë, se nuk po din. Atëherve që heka kapelen, për thëmë, zëtri policë, unë jo me kancer gjirit, edhe kështu, me njëherë, ajo befacia. Mere, urno, vazhdoni, veç kujdes për veti, maska, ka pas mirë kuptim, ka pas. Pse veç me kapele, pse gjithmonë me kapele? Me kapel, dheri sa kanë fillu. Di që është zjedhje personale, se cilës prej të prejkove? Jo, nuk e di, prej fillimit kom vendos që perikën mos me qitë. A ka ndonjë arsye, apo? Është pak një arsye. Kimioterapinë e dytë, kur kom qenë një paciente ish, me perik. Edhe ajo normal po të lodhë, edhe pse e përgjumshëm, asa i ra perika. Edhe ajo në dishti me marë, murdzu me asi, nuk e di pse, vendos ata shumë nuk e qesiq. Nuk du. Edhe jo në fotografit, veç pak kur kanë dalë, i kom prej edhe kom dalë, edhe nuk jam mërzit, nuk më ka pengu. Për flok nuk ka si, me kapela, me sheshira, dheri sa kanë fillu me dalë. Mante e u kry. Në cilën pik të trajtimit vendose me vazhdu në Turqi, edhe pse, a kishte ndonjë, po të regon që gjithë shka ka qenë në rregull? Jo, në rregull ka qenë, na mande jemi njoftu me këtë shoqen tonë tash që është kryetare e shoqatës, ajo i ka kry trajtimet në Turqi, se ajo ka kancerën pankras. Edhe s'ka pas këtu shërim. E, mandeja ajo kur filloj, unë atëherë kur kom fillu me shku, për shembull PCT-ja këtu nuk ka pas. Kanë qenë do analiza, do matë detajume, matë asi që në Turqi ishin, e këtu nuk ka. Edhe për ato kemi vazhdu, një herë në 6 muj, mande 1 vjet, nuk ka. Shkoj një herë në vjet që rutin bohën kret, mirë po si vjet, i bona 5 vjet e gjysë edhe prita që me mu hek është a i hapi që miret për kancer. Edhe unë e me atë mendim që du me hek. Mirë, krejt. Erdhë puna duhet më bo gastroskopi, kolonoskopi, edhe të edhe EKG-në se duhet.
Kër e shohin e kagen, për thot, pa e pa kardiologu, nuk mu im salë me të qitë. Okej, unë s'kom problem, s'kom për shkoj. Kër hinë salë, du është një stent me qitë. Ata im bi stent, atë, po thëmë, qite, qka ko me bo? Në vërtet? Edhe ato e kalova, që 7 muj, kaloj edhe ajo. Po mande jënë be pasu mjek që nuk kom pas problem, 90% ishte e zonme, me nëzije kanë qenë, unë e pa pas problem pasi. S'ke pas asë një shqetësim? Jo, unë e kom edhe tensionin poshtë, edhe send, edhe krejt. Edhe nuk kom prit. Për që ato është pak, është atje, jo që nuk kemi na mjek, se unë e kom familjen të me krejt. Mjek ti kemi shumë të mirë, s'kemi, por nuk kemi sistem të mjekësis. Atje, Për fat keq. ajo, atje kur t'hin, tash unë që i kom që 4 vjetë, edhe si të shkon të mjekut, e cili mjek shkon, a i hap sistemin edhe veç më këqyrë qëfar problemi kom pas, edhe qka me bo. E këtu nuk e ki ato. Është më i zhvilluar. Ma i zhvilluar është. Ma edhe janë disa... A ishte e përbalushme për anës financiare, shpesher dëgjojmë raste edhe besa zonja që detyrohen të kërkojnë ndihmë për shkak të shumave të mëdha që kërkohen. Na kur shkojmë në Dirne, është Trakje Universiteti, është shtetëror. Edhe është një letër që e marim që është turksoj, thojnë, që është kontratë të Thaqit edhe Erdoganit që kanë bo që munden me shku, atje kemi lehtësime, deri dikun 70%, plus kemi edhe prej mjekve që na pranojnë që jeni jabanxhi, jeni të hujdo me thënë, na marin na i krynë ato ma herët, mos me prit termine ka 3-4 muj. Një lehtësim pas ka qenë shumë. Lehtësim kemi, se kemi edhe këtë luljetën, sa jo mo që 6 vjetë është i një krejt. Edhe veç shkojmë për një javë 10 ditë, krejt komplet i krymë. Disa shoqe, 2-3 shoqe, sa ka nevoj shkojmë, edhe ajo i krynë krejt. Ajo është e gjindshme shumë. Më përmende disa herë për raportet me familjen edhe kësaj që ju vetë jeni mjek, pra jeni edhe nane, fëmijëve, të gjithë në mjekësi, po ashtu dhe bashkëshorti, a i kanë lehtësu ata ose profesioni i tyne, pra përvoja e tyre profesionale, mënyrën e sjelljes me ty, ose me të kursy nga një detaj në për cilin ke kalu. Shumë kanë. E mban mend diçka që do doje me potencu. Shumë janë mundu fëmijët, si do mos vajzat e asi u mundojshin. Mam, nuk i, shumë është faza e parë, me të vërtet ka qenë. Nuk i, veç 2 kemia terapi. Mam, nuk i flokët me të ra. Mam, nuk i atë, unë e shifsha që nuk ka. Mandej, jo plus edhe 2, edhe një ditë ashtu që ka për ju thëmë, do në me më tregu kërret që ka ka me bo. Se mu më dimshin ata, aty në jo dimsha une. Duke mundu të palët me rujt një na qita. Une po du, thësha me ditë shka po më pret, edhe me u pregatit. Për shembull, doktor Ilirit, kur shkova kemioterapinë e dytë, tash doktor ti me më tregu, mu mirë, se edhe familjarisht një femese, tash ti me më tregu, mua kanë me mra flokët, sepse gjithmoni kom pas flokët shumë gjata. Edhe e veç i rudhi krita, si tha, po. Tash doktor ti me më tregu, qa ka me më gjithë që mu më pregatit me prej flokët, mos i prej, tha me njëherë, nuk të binë me njëherë. Ti tash tregom, unë e di që shë pregatis vetën, edhe të mive tash hera e fundit që më keni rejtë. Nuk ka, tash. Krejt qka ka me më gjithë, duhet me më tregu. Ata, pse jonë mjekësi pak ma shumë e kanë marrë me stres, jonë mundu pak ma shumë, ndimën që ma shumë e kanë përjetuar. Se e kanë ditë qka është edhe qka më pretë. Sigurisht përvoja e bënd vetën edhe madej, plus që në lëkurën e fëmijëve si për nanën, normalisht që është e vështirë me përjetu edhe me... është pak ma keqë, ma vështirë, kur janë kretë në mjekësi. Për ata. Se për mu janë mundu me më letësu, po për ata ka qenë ma vështirë. Për ata më shumë. Ti akoma dhe sot mundu këtë po u banë më shumë dirë në atyre? Po, normal. Edhe atyne, edhe nipave dhe mbesave, kretë mundohna me i bo. Sa herë më thojnë, mam, po tush nuk boj, po prap ju bon. Po jo, po të mune satë, mune... Djali madhë bile shpeshë më thotë, mam, shumë për ruhër, si për ushqim, si mbar amëlsina, langje. E thonë, ma mirë është, une me urujt, se më bo ju me mrujt. Se ajo është për prindin, është thmit mësmi. A ata jonë thmit për prindin me letësu, shtu që në të dy antë është pak ma e vështirë. Në pjesën e të qenurit gjyshe, sigurisht tha që ka qenë pikrisht ajo periuda ku e keni pas me siklete dhe e keni prit me zërë, po mandej gjanat dhe ndryshuan gjatë rrugës. Po sot qëfar gjyshe jeti? Aja e gjyshe që si pri shefin nipave mbesave? Ke 5 në duket, a? 5, i kom 3 nipa dhe 2 mbesa. I kom shumë të mirë.
shumë të asi, po ka njëheri thëmë djalit edhe vajzave, e thëmë, mamë, kur ta te proj, më tregoni. Se nuk du se unë nuk kom leju thmit e mi shumë, u lasdru edhe jonë sukseshëm. Edhe pse kom qenë pak e ript me ata, po ata jonë sukseshëm. E tashti, me një pa jonë pak ma tolerante, pak ma shumë të dhimën, të asi, mirë po i thëmë, mosni, knaquni, përqafni, doni se një pat po dufshin ma shumë se thmit e tu. E kam dëgju këta nga Edhe çdo po të gjyshe. knaqin, po thojnë, ata jonë mjalti i mjaltës. Nuk ka, ata jonë knaqësia. Një pit madhë, djalit edhe kur kom asi edhe i thëmë, gjyshe s'je mirë, je smur, po thëmë, jo, se nuk du me qene smur para atyne. Thëmë, hajde përqafëm pak energji, aj me vrap. Ose thëmë, veç me më shiku me sy, aj më ndonë që po masi, më shikon edhe që atë dash energji, po thëmë, krejt jo më shëru, tash s'ka. Një gjyshe si ti ka që fort e ka që dashur, është fat me pasë në shpe. Presoj që mirë. Jo dhe mundohna, ju bëj shalla, ju bëj gjempera, ju... Se për gatimet s'po pës heqa, me siguri... Gatimet, po, normal. I ke specialitet. Nuk e I le. personalisht keni studuar për edukimin, pra keni përfundu fakultetin e edukimit, po asë njëherë se ke ushtru si profesionë. Nuk kom ujtë me u punësu. S'ke mujt me u punësu? Jo, kom konkuru disa raste, e pash që krejt po shkon me asi, e mande mas smundjes tashti nuk është. Edhe pak, jo që e gjeta shumë vetën, se nuk është profesioni jem, e kemi laboratorin ton, edhe aty mirëna me pranimin e pacientjave, dorëzimin e rezultateve të asi, se nuk është une që muj me punu aty me asi. Mirë po sa me dalë prej shpis, me pas një pun, një obligim, po. A në arsim, mjetë pikë, sepse unë e kom kry fakultetin mas 16 viteve martes. Asi kanë lindë fëmit, se asi mande ka qenë Prizren, fakulteti edukimi dega e Prizrenit, 4 vjeqar, fakultet. Edhe jonë bepasu edhe profesorat që kom qenë shumë e regu. Mirë që i ke pas këtë duhet. Po, para se mu martu, atër ka qenë shkollë e naltë. Kom pas të registru matematikan. Martova e re, fëmit mande për gjdo vjetë, ma asi edhe... Sa vjetë që binte që fillove studimet? Sa vjetë që qenë? 35, gati, 34, 35, po. Asë njëherë së është vonë për studime. Atër ka qenë marka dhe euro që u këthynë. Edhe më thështë e ka qenë një profesor e Gjeladinë dhe të këtë ti nuk po ndryshon zojnë kur gjo prej këtyne trejave. Ta është profesor, unë e vitet e mija prej markave i kom këthynë euro. I bike 18 vjetë me ato kretë treja, ato vajzat shumë të mirat. Mirë po e kom kry, asë një profesorit nuk muj me tonë. A të demoralizoj fakti që s'pate mundësi me gjetë një vend punë? Shumë. Se e kom luftu për me marrë ditarin në dorë, po kore pash qysh, po shkon qysh pasi. Mu me thonë që ajo është një dëshire paralizushme e vetëmja një teme. Që nuk o mujtë kur me punu si në arsim. Se besoj që kisha që një arsimtare shumë e mirë, masi thmit janë sukseshëm, edhe thmit tjeri kisha eduku. Nuk e dyshaj këta. Edhe thmit tjeri kisha eduku mirë, po që e pati me u punësu. Për fund, dua që normalisht nuk e ka me qejf askush të flasë, e të thot, po në shoqatën e juj, për pos që keni ndihmuar edhe jeni për krase, për njëra tjetërën për herë, edhe të hapur atë mirë prisni edhe të tjera që të vinë. Si është ndjenja kur dikush që ka ardhur për një kohë të gjatë, fatkeqësisht, nuk vjen më, nuk ja del kësaj smundje? Shumë është e vështirë. Kemi disa shoqe, sidomos tash të fundit që kemi hup, ka qenë shumë e re. Ljuljeta. Ajo 4 vjeqare ka qenë ma e madhja për krejtve, edhe me trup shtu, edhe e re. Edhe gjdo herë që kemi shku në Turqi, i ka ndalë rezultatet shumë mirë. I kaloj 5 vite, vitin e 6, shkoj ajo si kur me flutru për 3-4 muj, ajo ka qenë shumë e vështirë. S'kemi mujtë kërkush me besu që kanë edhe tjerat nuk janë, se nuk po du me thonë që kanë vdek, që kanë si se hala i kujtoj me asi. Mirë po për ato, ajo ka qenë një breng. S'kemi mujtë kërkush në shoqat me pranu qysh shkoj kjo. Shkoj për 3-4 muj edhe. Pas 5 vite është beteja? 6. 5 vite, kër i ki thonë mjeku, nuk i nevoj një vjetë me asi, gzimi asaj, nuk kom u kontrolu, nuk kom. Filloj ka pak me punu me asi. 6 vjetë i boni. Këtu është që loga e shoqatës. Tu e kemi edhe gjëllërogaria, është të sen që mund dhe dikush me ndihmu, se Luljeta miret me këtë pjesë.
Kur ka fonde, kur ka, ajo mundohet që edhe në Turqi me që spaku ka një trajtim të shoqeve, kush ka nevoj ma shumë. Një që përmende këtë në fakt e kemi bërë edhe kur kem pasë zonjën të eci këtu në studio, e kemi folë këtë, kështu që kushdo që ka mundësi... Kushdo që ka mundësi, ajo është direkt shkojnë në bankë, nuk shkojnë parja saj, po. Cili do t'ishte mesazhet për fund për të gjitha ata që përna ndjekin? Mesazhi im është gjitha grave, nanave, motrave, letë kontrolohen. Letë kontrolohen se me të vërtet i nim gjithë mjekët, gjithë me teori, me smundjen kush e zbulon herët, është shëribës. Unë jam fakti gjallë që me të vërtet shërohet. Edhe është shumë ma lehtë me u përbalu, se unë nuk e kom pranu kur që jo me smut. Se ka artë ajo pa pritmas edhe faza parë, edhe kur vishe me mpa, a je ma mirë, more nuk jo me smut, të isha, nuk jom. Për ato se cila letë shkojnë, letë kontrolohen, ta bëjnë mamografin, të bëjnë kontrolime, të bëjnë eho, nuk është ajo që po tut na me shku me e bo, se mos po mdel diqka. Po ma mirë nëse e ki, ma mirë është me u zbulu herët. Me u zbulu herët është jetë, është shpëtim. E vonë kur është pak ma pështirë, edhe përbalon ma pështirë, edhe po na shkojnë edhe shoqet. Edhe po na shkojnë. Me Gjana, të falimderit shumë që erdhe sot. Ishte një bashkëbisedim shumë i veçantë për mu. Falimderit shumë. Falimderit juve për angazhimin edhe për respektin që na bonin. Lutem, për herë. Falimderit. Ishtë po ju lë me marketingun, këthejmë veç pas pak të kjo.